E falëndrojmë Allahun Dhul Gjelal, dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër pos Tij, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Me i miri gjithë bijve të Ademit alaihi salatu wassalam. Paqja, bekimet, rahmeti Allahu qoftë mbi të dhe familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm, mbi familjen e tij të pastër, si dhe mbi gjithë ata të cilët ecën rrugës e tij, janë duke ecur dhe do të ecin deri në ditën e takimit tonë me Allahun Dhul Gjelal. Vëllezër të nderuar, sot dua të flas për një fenomen të kohës në të cilën jetojmë. Jetojmë në një kohë shumë të çuditshme. Jetojmë në një kohë shumë të çuditshme. Jetojmë në një kohë ku pa pas nevojë me udhëtu nëpër botë, shohim, dëgjojmë dhe marrim lajme nga mbar bota. Sot të gjithë ne shohim, dëgjojmë dhe marrim lajme në vazhdimsi nga mbar bota, pa pas nevojë me bo një hap paradere. Sot gjitha informacionet i kemi në këtë farë quajtur telefon. I shohim videot në përbot, ato që na gëzojnë, apo që se paku duhet na gëzojnë, dhe ato që se paku duhet na mërzitin. Ato që na japin shpresë dhe ato që na marrin gjithë shpresën. Çdo gjë shohim sot, në vazhdimsi. Mirë po, kjo është njëkohësisht një fatkeqësi e madhe. Edhe pse mund të jetë diçka e mirë, sepse siç thash pa pas nevojë me bëni hap paradere, ne po shohim se çka ndodh në botë. Pavarësisht është kohë e luftës, e paqes, kohë zhvillimit, kohë ekonomisë, çfarë do kohë qoftë. Ne i shohim gjitha lajmet e botës. I dëgjojmë, mirë po ajo që rrallë herë ndodh, edhe pse shohim dhe dëgjojmë, është se zemrat tona pak e hiç reagojnë. Më kujtohet një herë, kja puni ka 3-4 vjetë dhe ky rast që më ka kujtu, më ka shty sot me folë për këtë mesele. Isha në një kafe të internetit, ju dini se përpara kanë qenë ato kafe të internetit dhe ata që s'kan pas internet të shtëpia ose që s'kan pas kompjuter të shtëpia dhe është dashur diçka me printujnë shkute ato far kafe të internetit dhe më kujtohet një burr, ai kishte qenë në TikTok, unë nuk e kam ditë në atë kohë se ka pas TikTok. I ka disa vite kjo punë. Dhe unë vetëm e shija se dhe më thonë me gisht leviste. Dhe ndonjëherë thoj ke subhanallahu, musliman nuk ai pronari, ndonjëherë thoj ke subhanallahu, u çuditke, ja kështu reagimin e tij, e ndonjëherë keshke. E pastaj vazhdoi kështu, dhe më thonë tërë kohën, herë ty kesh, herë ty vajtu, herë ty kesh, herë ty vajtu. Dhe unë thojmë vetë me vetë subhanallahu, a ka e gjinna, qa ka ky njeri? Se kjo nuk është diçka normale. Ma vonë kuptova se ky ishte e ashtu quajtur i TikToku. Edhe pse në kohën të ku jetojmë tani është edhe YouTube, janë edhe shumë domethënë kanalet ngjashme sikur se kjo. Ku ne në vazhdimsi shohim video nga bar bota të ndryshme, herë na bujnë me kesh, herë me çajt. Amo zemra jonë në asnjëherë nuk gjon stabilitet. Pra, nuk I jep kohë zemrës tonë mu fokusu në nisan. Por herë kesh herë kanë. Kështu që fundit, dhe më thonë kur gjuft, zemra mbetet e vdekur. Dëgjoni që ka thonë Allahu te bareke ve teala në Kur'anin familjar. Dhe arsyeja që përmendni këtë është se smundja më e madhe, rreziku më I madh, kanceri I vërtet është kur zemra ime ose jotja zemra tona vdesin wal billah. S'ka kancer më të madh se sa më të vdek zemra. S'ka kancer më të madh se sa më të vdek zemra. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha." Thot Allah azza wa jalla dhe bën pyetje: a nuk udhtojnë ata njerëzit? A nuk udhtojnë ata nëpër tokë ashtu që të fitojnë zemra me të cilat kuptojnë ose dëgjim me të cilin dëgjojnë? Subhanallah. Po flasim pa për kohën e kaluar.
në të kaluarën është dash me udhëtu njeriu, me pa botën, me udhëtu në vende tjera, në qytete tjera, me pa se si jetojnë njerëzit, me dëgju lajme të ndryshme, se shumica kanë jetuar në një katon të vogël, në fshat vogël, dhe pak lajme kanë dëgju. Unë maj mend ne në fshatin tonë, në fshatin Libeniç, para luftës kemi qenë shtëpia e dytë ose e tretë që kemi pas televizion. Që kemi pas televizor. Kemi qenë shtëpia e dytë ose e tretë. Dhe televizor babgjyshim rahmetullahi alej ka kthyer vetëm kur u kon koha e lajmeve. Dhe u kon e mbuloje që ka mbuluar me të, dhe u kry muhabeti. Edhe bile digitronin e ka pas përfundi i jastekut. S'kalona me kështu diçka tjetër, dhe s'ka pas në atë kohë. Me kalimin e kohës, domethënë, o zhvillu. Mirë, po deri në atë vakt, deri në atë kohë, ti ke marrë çdo lajme për rreth që ka ndodhur në fshatin ton, katunin ton dhe në katunat për rreth. Nuk e ke dëgjuar ti çka ndodh në Iran, çka ndodh në Afrikë, çka ndodh atje, çka ndodh atje. S'ke pas shans. Kështu që është dash me udhëtu. Kurse sot siç tash pa udhëtu hiç, na dëgjojmë dhe shohim dhe marrim lajme nga bar bota. Mirë po, Allah azza wa jall këtu po na tregon dhe po thot, a nuk udhëtojnë ata në për tokë, ashtu që në momentin kur udhëtojnë në për tokë dhe dëgjojnë dhe shohin, ata përfitojnë zemra dhe dëgjim. Na vesh ti kemi gjithë, alhamdulillah. Edhe zemra e kemi gjithë, se pas zemrë ti, dhe më thonë, vdes. Mirë po, me pas zemrë nuk dhe më thonë se ki zemrë. Me pas vesh nuk dhe më thonë se ki dëgjim. Se ka zemra që nuk ndjejnë. Ka vesh që nuk dëgjojnë. Andaj Allah ozë gjithë këtë pyetje pra e bon këtu. A nuk udhëtojnë ata në për tokë? A nuk shohin ata? A nuk dëgjojnë ata lajme për rreth tyre, ashtu që të fitojnë zemra me të cilat kuptojnë dhe vesh dëgjim me të cilat dëgjojnë. Bile kjo është për arsyeve të banorëve të xhehenemit. Ky fakt, domethënë, me pas zemër, me pas dëgjim, me pas sy, e këta sy, ky dëgjim, kjo zemër mos më reagu, kur shet mira më gëzu, kur shet këqija më mërzit, është për arsyeve që i përmend Allahu Azza wa Jall në lidhje me xhenemlit. Është për arsyeve që e përmend Allahu Azza wa Jall në lidhje me xhenemlit, Allahu na ruajt. Allahu subhanahu wa taala thot: "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. "Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Dhe ata kanë sy me të cilat nuk shohin. "Wa lahum adhanun la yasma'una biha." Dhe ata kanë vesh me të cilat nuk dëgjojnë. Subhanallah. Po, pra xhenemlit, të cilët Allah azza wa jall i përmend në Kur'an dhe e përmend se kanë përfunduar në xhehenem, e përmend se këta kanë pas sy, kanë pas zemra, kanë pas vesh, kanë dëgju, kanë pa dhe kanë pas zemra, të cilat kanë rënë në gjoksat e tyre, mirë po çka? Nuk kanë reaguar. Pra, kanë pas zemra, po zemra e tyre realisht nuk ka qenë gjallë. Ka qenë vdekur. E kur zemra jote, Allahu na ruaj vdes, atë më të vërtet edhe trupi yt ka vdek. Atëherë edhe trupi yt ka vdek. Kur ti ki vesh, dëgjon për ato lajme që dëgjon, nuk ta lojnë shenjë. As nuk zosh, as nuk mërzitesh, dije se në vërteti nuk je duke e dëgju. Kur ti shet mirë dhe të këqija dhe as nuk zojnë, as nuk mërzitin, dije se ti nuk ki sy, nuk je duke pa realisht. Andaj i dashuri janë sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur, që e din të gjithë ne nga Numan ibn Bashiri radhiyallahu an në Sahihun e Imam Bukhariu dhe Muslimit, çka na ka treguar? Ka thonë: "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ka thonë, a nuk është një copë mishi në trupin e secilit njeri? A nuk është një copë mishi në trupin e secilit njeri? Idha salahat, salaha al-jasadu kullu. Thotë, nëse ajo copë mishi është e shëndosh, i gjithë trupi është i shëndosh. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu. Mirë po nëse ajo copë mishi është e prisht, e kalbur, me tmeta, i gjithë trupi është i kalbur dhe i prisht. Ala wa hiya al-qalb, pyet dhe thotë i dërguari alayhi salatu wasalam, a nuk është ajo zemra? A nuk është ajo zemra? Pra kur zemra është e shëndosh, i gjithë trupi është e shëndosh. Kur zemra është e kalbur, e prisht, Allahu na ruaj, i gjithë trupi është i prisht. Andaj që ka thonë selefi, për mos me gjatë këtë mesele se ka shumë për të folur, selefi të parë tonë të mirë kanë thonë: "Ar-rajul huwa alladhi yakhafu min mauti qalbihi, la yakhafu min mauti jasadihi." Kanë thonë, burri vërtet është ai që ja ka frikën, tutet se po i vdes zemra, jo trupi i tij.
Burri i vërtet është ai që ja ka frikën vdekjes së zemrës së tij, jo trupit. Trupi im dhe yti ka më vdek, mirë po kjo zemër nesër ka më dëshmu, ose për ose kundër teje. Ose për ose kundër teje. Andaj Allahu azza wa jalla në Kur'anin ka thonë: "Yawmun la yanfa'u malun wala banun." Ditën kur njeriu nuk do t'i bën dobi, as pasuria e tij, malli i tij, as evladet e tij, njerëzit që kanë njohur mbi dunjë që ka pas, rrethën e madhe familja, nuk do t'i bojnë dobi. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Dobi do t'i bën njeriu nesër para Allahut vetëm dhe vetëm zemra shëndosh e cila kthehet tek Allahu azza wa jalla. Zemra shëndosh, zemra e gjallë, zemra e mirë, zemra e butë, zemra e cila i drejtohet dhe kthehet tek Allahu azza wa jalla. Andaj o vllazni, shikoni çdo herë kur shihni lajme nga bota, ose për rreth, kur dëgjoni, kur lexoni, kur shihni, ase apo reagon zemra juaj apo jo. Wallahi nëse nuk reagon zemra juaj, nëse nuk reagojnë zemrat tona, atëherë vaj halli për ne. Ma mirë është për së gjallë me në falë gjenazën, se sa me jetu me një zemër të vdekur, një trup të gjallë. Se kjo është e vërteta. Sa vujtit i shojmë sot, sa vujtit i shojmë sot, as shenjë nuk në lën. As shenjë nuk në lën. Sa të mirat nështë i shojmë dhe i dëgjojmë, as që gëzohemi, as që, më thonë, zemrat tona realisht kanë ardhur në një fazë ku nuk din mu të reagojnë, as për mirë, as për keq. E kjo është fatkeqësia e vërtet, andaj burri i vërtet, muslimani i vërtet, besimtari i vërtet, është ai që ja ka frikën vdekjes së zemrës së tij, jo trupit të tij. Trupi vdes. Mirë po, zemra është ajo që të bën dobi në varr dhe të bën dobi nesër kur të dalim për Allahu te bareke ve taala. Dashur Allahu të na ngjall zemrat tona, e të na forcon, e të na mundson me jetu në rrugën e tij e me dal faqe bar para tij. Allahumma amin. Vllazni, e lutim Allahun azza wa jalla në këtë ditë të madhe të xhumos që ti mëshiron e ti fal të vdekurit ton. Ti shëron ata të cilët janë të smur në mesin ton, e ti udhëzon, e ti forcon, e ti drejton, e ti ruan ata të cilët janë të gjallë në mesin ton. E lutim Allahun azza wa jalla me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta dhe me rahmetin e tij gjithëfshirës, që të zbret rahmet, dashuri, mirësi, mirëqenie, bereqet mbi ne dhe familjet tona. Ta largon çdo të keqe nga ne dhe familjet tona. E lutim Allahun azza wa jalla që të ndihmon vëllezërit tonë në Gaza, të ndihmon atyre kundër armiqve tyre, kundër zullumçarëve, pa besimtarë të cilët për vështirësojnë jetën. E lutim Allahun azza wa jalla që ai të hak merrën e tyre, e të na gëzon sytë dhe zemrat tona. اللهم امين. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.